Te na i na konë të gatshëm me bisedu për një emën i cili me neve të akordohet. Po më thonë mu, hajde votojmë për Glaukun, se folë si ju, do këtë si ju, cilët si ju, kënë regull na japëmi respekt Glaukut për rolin që e ka, për detyren që e krynë, për krejta ato që i ka. Pa është në kryetar i parë i vetëvendosis, apo? 53 vërgjëdoj nuk ka qenë jo. Nëse konsensual së në ki gjithë një, e së në ka gjithë, me na pason neve, propozonin një emën konsensual. Jo, na pe pranojmë, na e këshmi gjithë një emën. Për shembull kont? E këshmi gjithë një emën që kish pranu edhe kur nuk kish mujtë më refuzu. Zotë Kurti e ka gjithë një emën, po e ka refuzu. E një të gatshëm edhe tash me bëhat propozim në Atëri që na kena dhonë në mështetën Adem Demoshi me po prezident Republikës. Jo tash në këtë kohë, nëse u kërkon një emën... Këna posë edhe ma herët procese konsensuale. Konsensusin i vetëm se ka dhonë në Albin Kurti. Tash në këtë kohë nëse ju kërkon një emën jashtë partijak konsensual, a jeni të gatshëm me ofru? Po pse neve me na kërku konsensual? Se thot pak ma herët kemi qenë gatshëm, e këshim ofru. Na kemi qenë, po për neve nuk ka folë me emëna konkret. Përveçëm, kur ta bësh me LDK-n marrëveshjen, do të me bo me LDK-n, do të me nderu marrëveshjen. Që kjo është çështja më e mirë me neve me bo pazar pa anxhi, nuk ka bre, s'vedis. 53 deputet të vetëvendosjes, 9 të komuniteteve jo shumicë jo serbe, u bon 62, 18 juj, 80. Pra jeni shumë pickë. 10 bredonë se në kushtetuta në ka pickë. Kush ju garanton që... Unë e për garantoj. 80 na këna zhjith. 80. Na këna zhjith me 80. Dhe gjose rundin e tret, neve na mjafton prezenca 80 deputetët me hynë proces. Tash dikush e voton për, dikush e voton kundër, na nuk mëna me garantu, 80 vota për kërkujna me adhoni. Inshallah që lojmë një emën që i bon 90 vota. Jo 80. Atëre me gjithë një emën që t'i bon 90 vota. Me mirë është me nejtë kjo e para që e thatë marrëveshje gjithë përfshirëse, se me këte unë nënkuptova, jo të gjitha subjektet politike, mirë po një marrëveshje gjithë përfshirëse klasike mes jush dhe lëvizjes vetëvendosje, në të cilën do ndoheshin gjithsesi dikasteret qeveritare dhe pozicionet drejtuese të vendit. Në këtë farë rrafshi, a keni mendu në herë si propozim që kështë për mu kështë me qenë shënjërë zakonisht i shëndetshëm për faktin që keni njëri që ka marrë mbështetjen popullore më të madhen dhe përgjedhoj i parafrohet asaj që quhet kompromis ose president unifikus në popull që presidenti i vendit jetë zotni Albin Kurti. Kjo ekskluzivisht i takon vetëvendosjes me vendos. Na nuk mundemi me dalë me propozime tilla. Zatën në kulturën e LDK-s, o di një rast ku LDK-ja nuk ka leju diken më bo kryeministër, po e këna menaxhu procesin për e përmename në asnjëherë. Se na në raportet tilla, kur na vendosim, marrëdhënie tilla nuk ndërtojmë. Vetëvendosja, që të thash, mas pari do të me bo marrëveshjen gjithë përfshirëse me nda, për gjitha parimet, mandej programe zhvillimor proceset në interes kombëtar të Republikës tonë, e fundit është përgjithësi. Nëse neve na bjen presidentin, për marrëveshje për president me neve. Nëse bjen vetëvendosjes presidentin, e ta taktojnë ata presidentin. E në qoftë se flasëm me diskursin shpjegues të pozicioneve pa e përmend që su përmend, kur po është përmend të jap 3 pozicione, i marr 4 ose ngjashme, në qoftë se flasëm nga ky lloj diskursi, me çka ishte kon në shpjegim në juj lidhet me Kosovës se kënaqjen me marrë si pozicione, po flasëm me mënyrën se si është